حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falënderojmë të madhen Allah dhe bim salavat mbi pejgamberin e bekuar dhe shokët e tij besnikët të sinqert dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekon e pasojnë, shkojnë sipas rrugës së tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman, ju miq të mi gjithandej ku gjendeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se keni ardhur në emisionin e 42 të radhës të pyetjeve dhe të përgjigjeve tuaja nëpërmjet Facebookut dhe krenarisë. Shkruaj të pyetja parë pa humbur kufar dhe duke mbështetur të madhit Allah dhe duke kërkuar prej tij na lehtësim dhe ndihmë, themi selam aleikum, kam një pyetje. Aleikum selam. Kam filluar të fal namaz, por nuk kam një vend të përshtatshëm ku ta fal namazin. Andaj e kryej shumë shpejt që të mos u pengoj prindërve, të cilët më kundërshtojnë dhe nuk kanë dëshirë të falen. Për anëtarëve tjerë të familjes, kam fillu të mos e ndjej kënaqësinë e namazit përpas të sabahut që e fali shumë me kënaqësi, sepse nuk më pengon askush. Nuk e di çka të bëj. Pastaj më vijnë ca mendime se pasi nuk e kam bolesën as namazin, nuk do të më pranohet të Zoti çka të bëj. Allahu trujt o i motër muslimane, e të forcoft në din, e të lehtësoft të në vështërsit, ja Rabbel Alemin. Sa mirë është kur kemi motra të tilla, të cilat sakrifikojnë shumë, të cilat kapen për dinit të Allahut shumë, me gjithë vështërsit, sfidat me të cilat ballafaqohen. Nuk është lehtë, fare nuk është lehtë. Një gjendje dhe një situatë e tillë ku detyrohesh me fal namazin sa më shpejt, në mënyrë që mos me ta prish prindje, mos me të pengu, ndoshta mos me të rrah. Mos harro se ky është xhihad i madh. Xhihad i madh, drejtë e madhe të Allahu. Identik rasti juaj është me rastin e shumë sahabëve, gra dhe burra, në fillim të shpalljes, veçanti në periudhën me kase, ku kanë hasur në vështërësi të randa, si ti e bile disa edhe me të randa. Pejgamberi ata i ka përgëzuar, sallallahu alaihi wasallam, dhe kanë zbritur ajete kuranore plot që i përgëzojnë, i stimulojnë, e u japin sabër dhe durim e qëndrueshmëri në rrugën e Zotit, e që vlejnë edhe për neve sot, në veçanti për ty dhe ata që janë ngjajshëm me ty. Allahu të forcoft të ndin mirje të vepru, nash që fal namazin shpejt, s'ka dert, hiç s'ka dert, mos është qetëso, më rëndësi është namazin me fal. Edhe atë veç farsi, mos tik farsi. Kjo është thelbësore, sepse gjërat të cilat të rrethojnë, kushtet, rrethanat, të imponojmë shumë gjëra. Për shembull, dikush është në fakultet atje, ka ligjërata, ose në punë, po në 7 orë masdite, ai nuk ka kohë me fal sunetet e me bërë dhikrin e ngadale me nejt edhe 15 minuta namaze, ku diu nuk ka kohë, imponohet. Rrethanat ja imponojnë me fal veç farzin e dhikrin të hec, të punu, të mësu, të e kështu nejt, por të lëshu venin. E kështu me radhë, apo nga një herë ka kallabllak njerëz në disa vende këtu tek ne në Universitet Prishtinës, në spitale, në disa fakultete, ku diun ka një dhomë të vogël për më fal, e jenë kallabllak njerëzit, s'ka kohë sunetin, veç farzin. Ngjaj shumë edhe ti, pra rrethanat tilla e falet veç farzi dhe mjafton me kaq dhe nuk ke çka shqetësohesh as pak, edhe kërën e bën pastaj ulun të nejt me prind bashk. E sabahun, Allah shpërblet që shpëthu vetë,
knaqesh të fal ngadalë, unë kisha thonë edhe Jacin të shtyje, mund të deri sa të binë me flajt ata. Ani të edhe Jacin shtyje pra. Nëse fal Jacin, veçanti tash është dimri, nata shumë e gjatë, dhe njerëzit vështirë rrinë deri në 11 natës. Kur vinë ata me fjet, fale, në për terë. Në dhomën tane, ku je në terë, fale namazin e Jacins, nga dalë knaqesh. Edhe të sabaj gjithashtu, të mbetet namazi drekës, akshamit dhe i qindis, me falë veç farze, këtë në regull është. Allahu të forcoft, ja Rabbel Alamin, e o azbut zemrën, prinderve tu dhe familjes, dhe kom ja vzbut me emrin Allahut, dhe Allahu kom e ta lehtësu ty, sepse nuk i rasti i pare asi vetëm që ballafaqohesh me kësë vështërsi bindu, se kemi pasur raste edhe me ekstreme, shumë ekstreme se sa raste ytë, por Zotë ka qelur rrugë, alhamdulillah. Nga se Allahu ka thënë, wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ai cili ka frikë të madhin Allah, ai cili është i lidhur me Zotë, ai apo ai që është i lidhur me Allahun azza wa jall, Allahu i qelur. Subhanallah, kjo ajet koranor edhe ajet e tjera të ngjashme me te janë bazë dhe rregull për muslimanin përballë çdo vështirësie me të cilën ballafaqohet. Friksoj Allahut, pra mos e shkel normat, mos e i kalo kufejt, Allahu ka me qel me emrin e tij te bareke o taala. Shkojmë te pyetja radhës. Kam një pyetje rreth kurbanit, unë këtu jetoj në Francë, por çështja e kurbanit këtu është problem me prej. Nga se nuk e prejnë ditën e Bajramit, por e prejnë një ditë para Bajramit. A na pranohet neve kjo kështu? Kërkojmë një përgjigje, jo. Nuk pranohet kurbani të thjerrët të prehet para ditës e kurbanit. Para ditës e Bajramit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili prejnë kurbanin para namazit të Bajramit. Ai ka prej veç mish, ju ka afrua familjes së vetë. Kaq. Kurban, sevap, më afru të Zot, ibadet, adhurim, nuk ka. Nuk ka, dohet më falë Bajrami, e pastaj me prej. Sepse para kohë nuk bëhet ibadeti. Ibadeti mund shtyhet rast ekstreme kaza. Se për shembull vetë Bajramin, mos më mund të fal ditën e parë, e falem dytën. Por përpara nuk qitet. Edhe namazit njëjtën gjë. Ku kanë dëgjuar që namazi falet para kohë? Shkruan dikon librat fikhut se namazi mënesh me qit më herët me prashtim kur bëhet namazi bashk. Udhëtarit ai është në veti, por në kushte normale. Kanë dëgjuar ndonjëherë se lejohet namazi me qit para kohës, se s'më e fali me kohë? S'ka. Sepse ka diçka që mas kohë që quhet kaza. Por s'ka diçka që para kohë ibadet. Nuk ka diçka. Apo edhe Ramazanit njëjtën gjë. Ndodh ka një Ramazan, operacioni, smundje, lindja e gruas atje ku diun, edhe e din që s'ka mujt me agjeru. Thot a bën të agjeroj më herët. Jo, masanej kaza, por jo më herët. Masanej po, edhe kurbanit njëjtën gjë, jo më herët, ma vonë po, më herët jo. Pra, bëjsh ka të bëjsh, kurban nuk bën me prej, para se më falë Bajrami. Ka kohë në ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, edhe deri në ditën e katërt, si mbas shumë ulemave, deri para perëndimit të diellit. Natën apo ditën. Nëse në asnjë ditë prej këtyre ditëve nuk unesh prej kurbanin, atëherë dërgoj parët kanë Kosovë, Maqedoni apo Shqipëri nga je, thuj të afërmeve tu, ta prej një kurban. Kaq. Thuj të afërmeve tu, ta prej një kurban. Se vapi që kanë? Punë e vogël kjo, alhamdulillah për Zotit. Mirë. Anë pse besoj që nuk është të shtrëngu shumë puna atje që mëse mujt me prej gjatë Bajramit, sepse në Francë ka rreth 6 milion musliman. Kam një pyetje, shkruaj pyetja radhës pra, për një person që është me diagnozën paranoide, shizofreni,
ekziston një shërim e ndihmën e Allahut përmes ndonjë hoxhe pa marrjen e medikamenteve të depresionit, bëhet fjalë për një rast shumë të ndarë, një rast shumë të rëndë për një djalë hasreti, dhe që njëherë ka qenë i shëruar gati 100%, dhe tash gati pas një viti, pa përdorimin e medikamenteve, është përsëritur prapë, dhe ne kemi lloj mendime, pra mos i bëri dikush keq, pra kishim pas dëshirë ta dim sa ka shërim kjo smundje, Allah i shpërbleft. Allahu e asharoft, oj motër, këtë vëlla musliman, unë nuk për di pse e kënë ndërprej këtë medikamente, oj motër, pasi që për thënë se ka pas sukses shërimi, pse e kënë ndërprej, la ilaha illallah, Allahu i kalon mjekët, Allahu i kalon ilaqin. Pejgamberi ka thënë, sallallahu aleyhi wasallam, nuk ka smundje që ka kriju Allahu, që ka qua Allahu, e që nuk ka kriju ilaq për te. Dhe nëse smundje, ilaq që godet smundjen, shërohet me emrin Allah, ndashti madhi Allah të bareke u ta'ala. E ne kemi halal me lyp ilaqin, a në pse ilaqin lypet edhe me Koran dhe me Sunet, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, por lypet edhe me mjekësi, edhe atje, këtu e legjitime, Zoti ka caktu, Zoti ka lanë të bareke u ta'ala. Andaj, kontrolën e vllahut të mjeke për sërëtnja, terapin vllahut, rëni gati, po edhe që në ndonjë hoqë afrujnë me Koran dhe me Sunet, rëni gati vllahut, e shërimi është ndorë të Allah, se pa shas Zotin, pa dashur Allahu, nuk ka kush këtë dynja që mund të shërej. Hoqë përdu me bo një pyetje veç lutna që në përgjigjesh, ani dhe për të përgjigjna me emër Zotit, pa lut heq. Burën e kam shumë fetarë dhe më thëtë që është gjuna me shku e me shkru e me majt, hajmali, ndërsa me fry thëtë bën. Dhe ata haxhallar që të regojnë të ardhmen thëtë se nuk bën me shku, ose që të regojnë të kaluarën se punojnë me gjin, dhe bëjnë shirk Zotit, e vetëm Zoti e din të ardhmen ton dhe të kaluarën ton. A hingjena me shku se s'po di ku ka ho që fryen burët e ka mirë. Qysh ka thënë burët që ashtu është? Mos shka të ka të haxhallar të cilët thojnë se ditë më sheftene, punojnë me falle, me dreqene, me kudirë me gjenë, mos shka të ata shkrim plëme tjerë, mos shka. Ata që thëjnë e ditë më sheftene, e ditë tarmen, të ta mos shka sepse ata punojnë me gjenë. Por shko të ndonjë hoxhi cili frynë me Koran dhe me Sunet pejgamberit, alayhi salam. Shkojmë te pyetja e radhës. Gjatë një vizite që kam pas në Turqi, një grup i tyrinje vizituan edhe xhamit më të pa në vend. Atje, vërejtja se shumicën e këtyre xhamive, vendi i falës Meman ishte më i lartë se pjesa tjetër e xhamisë, duke qenë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar një gjë të tillë. Dua të di, a kam bërë gabim që kam falë namazat? Jo, gabim nuk e bë. Shiço. Fuqahaja tonë, risat islam, këtë mesele e kanë shkaklitur, e kanë laboruar bukur gjën, kanë folën 4 mëdhëhebet, pozita e imamit me xhamat, pozita e xhamatit me imam, nëse gjinde diçka që e ndan xhamatin prej imamit, e ndan imamin prej xhamatit, e ndan xhamat prej imamit, të fjala xhamati madh, por nuk e nxen, dalin jashtë xhamisë, falen dyqane, falen tavan, falen rrugë. Apo ndan imamin dhe një vend tjetër dikun jashtë xhamisë, xhamati pranë në xhami. Pastaj pozita e imamit për nga vendi i tina me kanal, me kanë poshtë, më nalt se xhamati, më poshtë se xhamati. E tjerë. Në pika shkurtra është e orrejtur me kroh, e papëlqyer që imami tjetë sa të pak më i ngritur se sa xhamati. Në kushte normale, imami duhet të jetë rrafsh me xhamat. Kushte normale. Në kushte jo normale tjetër, por në kushte normale duhet të jetë rrafsh. Çka do të thotë se xhamiat duhet të jenë rrafsh. Nuk guxon të jetë imami të ngritet më lart se sa që është xhamati, apo imami të ulet vendin se sa që është xhamati. Duhet të jenë rrafsh. Por ja që turqët e kanë njek një sistem, si duket pikose Osmanlive atëherë mëti, e kanë njek një sistem të ndërtimit të xhamijave dhe është fut në arkitekturën e xhamijave që ata janë të njohur,
në artin, në këtë kontekst, në artin e xhamiave, në arkitekturën e xhamiave, që është pjesë e artit, dhe gjithmonë e kanë bërë shprehi rregull që imami të ngritet qoftë 15 cm 20 manal se sa xhamati. Unë konsideroj, mendoj, arsyeja ka qenë të këta, mënyrë që imami të shef xhamatin, të drejtoj safat, kaq. Por është e papranueshme për nga ana e jurisprudencës islame. Në veçanti për nga ana e fikut hanefi, që turqit i përkasin me dhejbet hanefi dhe ata pretendojnë se e kapin fort e përqafojnë me dhejbin hanefi, në realitet ata nuk punojnë me dhejb hanefi. Në realitet turqit në shumicën e rasteve nuk punojnë me medheb hanefi, por punojnë me kryt e tyne apo me dhejbin haxhallarëve tyne. Gati sikur tek ne edhe në Ballkan një pjesë e madhe. Nuk punojnë, sepse po të punojshin me medhebin hanefi do të ishin ndryshe. Në një nuk do të kishin qenë mbi 95% imamave në Turqi pa mjekra të rrumë. Nuk figuron medheb hanefive imam me qenë pa mjekra, nuk figuron. O fjala prej kushte plotësuese, prej kushteve valide. Po prej kushte plotësuese që do të qenë me qenë pjesë e identitetit, pjesë e trupit, pjesë e veshjes muslimanit, në veçanti të hoxhës. Dhe shumë sene tjera, pa futën detaje, pra nuk është punë e medhebet, është punë e turqve, nuk ka haram, por është mekruh, mirë nuk bajnë, por e kanë vazhdu, ata mendojnë se kanë mirë, nuk e kanë mirë, për atë arsye ne mundohëm të rrim gati xhamiave tona dhe në disa xhamia, falë Zotit, janë bërë sebeb, pas e kanë ngritur, më thonë Prishtinë, sa është fillimi i xhamisë, mos e çoni vendin imamit, manal sa xhamati, nga në hoxha, nga në vllahun, mos e ngrit, se dikur mundohesh me hjek e nuk të lejojnë xhamate se ngrihet kryt, ju pjeket mbi në kokë dhe thonë jo mos e heq. Në fillim le rrafsh me xhamat, do të më qenë rrafsh. Pa për që falte të s'ka dërse me krohës, prish punë kur që. A është haram me maj qenë e bërë, varet për çka. Nëse man qenë e bërë, të rrezikohet e bo shtëpia, pasunia, familja prej hajnave, nuk ka dert. Jeni një lagje ku është mbushme me hajna, ke pasurin në shtëpi, ke mallë, totesh për të vjedhen, totesh për të asilman dikun edhe grunë, dikush e thmin për të tranan, për të qmend. Nuk ka dert me majtë në bërë, por vetëm në bërë, e jo me shtimë rana gjanin. Nëse nuk ke nevoj me majtë në bërë, por më për qef, dije se pun të ki keq, sepse për çdo ditë, nga një kirat, sa një kodër e madhe se vapet pa kohën. Qenin, pa arsye nuk mahet. Qeni mahet për gjë e ti, që i thejmë zëgar. Qeni mahet me të ruj delet në mal, baktit. Qeni mahet me të rujt mallin. Po që këtë futet kjo, që po thona bërë, magazinat, pëmën, vëneshtën atje, futet qeni policisë, që përdorin policia atje, për sigurim, për vëzhgim, për zbulim, këtë futen to, jenë të justifikuara. Ndërsa për pikë qefit, me maj qenë ka ndalu pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Kisha një pyetje për hoxhën e nderuar, Shefqet Krasniqi. Mesgra muslimane në vendin tim ka filluar të praktikohet vizatimi i trupit me kan. Kjo për raste festash, për bajrame, për martesa, për fejesa e tjerë. Vizatojnë gratë edhe vajzat, duart dhe këmbët e tyre me figura, me sebeb apo për shkak zbukurimi për fest, duke pikturuar lule e zbukurime të tjera në formë të tatuazheve. Nëse ke mundësi hoqë një sqarim, a lejohet kjo mënyrë dhe lejohet të dilet në rrugë me këtë vajzat e. Unë nuk përdin cilë vend për thuti, sepse qëjtë se i këtana këtu janë prezente në Arabi, në Pakistan, në Indi, në Bangladesh, nuk e di në Afganistan, por kontinenti indian që është quajtur më herët, edhe një pjesë e botës arabe, në veçanti nga dishull arabik, Saudia, Emiratet, Katari, Omani, Kuwaiti, më duket edhe Jemeni,
Po është praktike kjo. Gratë i zbukurojnë duar trupin e vetë me lule bojnë pejkane. Kjo është halal, nuk është haram, sepse në një është pjesë e zenetit bukurisë të femrës. Dhe çdo sen që është pjesë e zenetit bukurisë e zbukuron femrën, lejohet. Ty duket që po bëhet besharet, po bëhet, ç'më thon, po bëhet të mërshme, e keqe, trishtuar, por aty nuk duket e mirë. O traditë tyne, nuk e përkufizon Islami, Pastaj, kjo dallon prej tatuazhës, sepse tatuazhi është me fut mrena në mish. Kjo vizatohet, sikur se llak, që vizatohen gishtat me llak. Por kjo vizaton pjesë dorës me kan, pastaj dhe dallon se kjo hiqet pas një kohë. Pastaj kjo kana nuk e pengon abdestin. Andaj dallon edhe pe llakut. Kjo nuk e pengon abdestin. I vetëm një problem që mbetet këtu me dalë në rrugë. Sepse në rrugë me dalë të rjek synin e mashkujve. Kjo është problem veç. Tjetër problem të nuk ka lejohet, por me dalë në rrugë nuk ka në rregull. Mirë. Shkojmë të pyetja radhës. Jam një motër udhëzuar në Islam, nga mosha 15 vjeçare fali namaz. Tani jam afër 30 vjeçare. Jam martuar, kam 3 fëmijë, alhamdulillah, mbaj hijab. Bashkëshorti ka qenë udhëzuar me namaz e me mjekër, po subhanallah, ka 7 vjet që ka deviju, nuk fal namaz, nuk ka mjekër, 2-3 herë është pendu, ka fillu me fal namaz, por për një kohë shumë të shkurt e lën krejt hoxhin nderuar, të los për hir të Allahut më këshillo. Un kam 12 martesë dhe nuk e dua unë kam 2 martesë dhe e dua bashkëshorten tim, nuk di se ta ndihmoj atë përsëri të fal namazin, Allahu të shpërbleft. Unë për herë të parë po bëj pyetje dhe i los një përgjigje, selam aleikum, e mbeqin mëshirën Allahut. Mbeqë edhe jo, edhe tanë muslimant. E Allahu drejtoft atë burrin tën, la ilaha illallah, sa ka që ka gjendjen burrët. Allahu na ruaj për gjendjes e tillë, o motër. Në këtë rast më kujtohet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se njeriu punon punë të mira, punë të xhenetit, derisa nuk ka mes tij dhe mes xhenetit sa një dhëra. Ka një dhëra, një brël, në transmetim sa një shibër, një pllump. Por i del përpara kader, libri i Zotit, caktimi i Allahut. Dhe punon punë xhenemit, edhe vdesja gjendje shkon xhenem. Dhe kundërta, punon punë xhenemit, sa që është afër xhenemit, por i del para librit i Zotit, punon punë të mira, pendohet Allah, punon punë xhenetit, vdesja gjendje dhe futet në xhenet. Tutna shumë këtyne personave të tillë, të cilët kanë punu punë të harit, punë të mira, sikur ky burrët ka fal namaz, ka agjëruar Ramazan, la ilaha illallah 20-30 vjet. Dhe në fund me la namazin, me la agjërimin, ku diun punë të tjera. Allahu na ruajt, ja Rabbi prej ndryshimit të gjendjes së imanit. Allahu na ruajt. Çfarë dismundje tjetër o motër, do të kishte qenë më e lehtë për ty, se sa keq ka godit burrin tan, e për të mos flasëm. Por Allahu është i madh, është i mëshirshëm. E ti lutë Zotin shumë, dhe këshillo burrin tonë shumë, e kanë herë dhe bërtiti pisketi. Edhe kanë herë e bënu kështë që spedon, nëse thuj po du, po thuj kam fillu me të rejt. Edhe për shtu që shke vazhdu të tutna, a kemi me të pa mu dhe pa fëmi. Ose, ndjeqe një psikologjitit që krym punë të aj. Allah drejtohet të alzoft burrin tonë, dhe tonë, burrat e muslimanëve, ja Rabbil alamin, Allahu na ruaj për gjendjes së tillë, ja Rabbi. Jam një vajzë 19 vjeçare, foli me një djalë zgjidhje sa kohë. E duhem don, po nuk është hala e vendosur martu një herë. Më thot, s'ka arsye, veç nuk është i gatshëm për martesë një herë. Po du më di ashtë këtë që e presë. Ti mas pari këtë që ke lidhje me ta. Pastaj këtë që e fjallin atina. Pastaj edhe ma këtë që ajë ty të maltretën t'ja shef.
ti 19 vjet, me pas e synë në martesës, thot për shkjo martohëm, ose me thonë, unë nuk kam njetë martohëm vëtër, nuk e kam njetë. Unë do të presë dhe të akri fakultetin, i bëj 25-24. Ti je lirë, nëse do në martohë dhe kënë martohë, ndash më prit pritëm, por gjatë saj periudhe, ti je në rrugtane, unë je në rrugë tem. Kur të kryjt diplomen, fakultetin, nëse më lijan, të lejmërohem, ose vete babajt. Në kofshë lirë, të kërkej dorën tane. Në kofshë në zane, Allah në qoftë hajrë. E jo, dënë e du, fleti flas, ku dione rrën me mua rrime të, letë me sele. Në tutë Allahot, sepse qelet një heridera, pas të vjen të rritë, të hap. Le që ngarku është të Zoti, po ta prish ardhëmërin i tillë. Ta prish edhe ardhëmërin. Para njerëzve merret vesh që jenë zane. Ky nuk të merret maltreton. Runë nas zët baki edhe në zëna bjen. Të ty Allahut. Allahu na ruaj, veçan ti në këtë moshë shumë e ndihshme, mosha 18-19 vjet, është shumë e ndihshme. Andaj ke frikë Zotin dhe po të këtë punë, o jo. Që ashtu vajza e mirë bën. Allahu të zoft ty, ato dhe ta neve, në drejtoft, e në mëshiroft, e në herë në qoft. Zotë dhe në mësë mirë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.